Përshëndetje, ky është katrori yt, katrori I trajtimit konstruktiv të do prej temave që qoftë në punën e përditshme në media, qoftë në diskurs publik, në rrjete sociale dhe në kanale tjera të komunikimit nuk shkojmë shumë ma thellë se sa një trajtim sipërfaqësor, sado faktik që trajtimi sipërfaqësor është. Qasje pak ma konstruktive në një prej temave më të rëndësishme padyshim për ekonominë, politikën, historinë, edhe shoqërinë kosovare në përgjithësi, do të tentojmë që t'japim edhe sot, edhe do të flasim për diasporën, potencialin konstruktiv të diasporës, edhe me njerën me cilin për diasporën flas mas shpeshti edhe marr feedback I cili çmohet ma shumë e sot do tentojmë edhe ma në mënyrë konstruktive ta drejtojmë atë bisedë. Lirim Krasniqi, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje lart, kënaqësi me u taku në këtë format konstruktiv. Atë ndoshta dy pyetjet e para me tentu veç me ilustru gjendjen, se janë do të vërteta që na I marrim për të qena. Çka është diaspora në kuptimin nuk e di definicionit ligjor, juridik, shoqënor, kush klasifikohet si diasporë, për mos me po them prap, veç se një armat e votuesve ose një bankomat I madh I krejtve neve, a ka definicione edhe si tilla qysh transpozohen që ato edhe në norma juridike edhe në mënyrë të funksionimit të shtetit. Po, fillimisht ka definicione ndërkombëtare, të cilat përdoren jo vetëm për shqiptar, por edhe për kombësi edhe etni tjera. Diaspora I referohet komuniteteve të cilat jo vetëm se kanë emigru, por e kanë edhe një vetdije të komunitetit edhe të lidhjes me një vend të origjinës. Edhe e mirëmbajnë këtë lidhje përmes aktiviteteve, organizimeve, përmes shoqatave, rrjeteve e kështu me radhë. Pra, nuk I referohet vetëm njerëz emigrantëve per se, por emigrantëve që e kanë një vetdije komuniteti edhe e kultivojnë atë përmes organizimeve ndryshme në raport me një vend ose një vend të origjinës. Në Kosovë nuk ka një definicion qartë ligjor, është duke u bë tani duke u ndryshu ligji për diasporën dhe mërgatën, edhe në këtë ligj po synohet që definohet diaspora ose mërgata si personat që kanë emigru prej Kosovës dhe pasardhësit e tyre. Okay. Është një definicion I gjerë, po qëllimshëm është I tillë që me lën hapësirë për sa më shumë përfshirje të pasardhësve, pa e paragjyku gjeneratën ose brezin, sepse ne kemi shumë raste kur gjenerata e tretë ose e katërt, ndoshta edhe nuk e ka fare vetdijen që është pjesë e një trungu historik, kulturor, kombëtar e kështu me radhë, kështu që definicioni ynë synon me qenë më I përgjithshëm, në mënyrë që me qenë ma gjithëpërfshirës ka shi gjeneratave ndryshme. Okej, nëse nuk ka definicion ligjor, pyetja e dytë është edhe ma e zorshme me I dhonë përgjigje, po mendoj që për hyrjet të bisedës është e rëndësishme, a e din kush sa jemi në kuptimin e numrave edhe ku. Na shpesh flasim për qindra mijëra, I citojmë regjistrimet e popullsisë, na është në Zvicër, në Gjermani, në vende tjera, spekulojmë shumë për numrat tonë në Turqi, për numrat tonë në Maltëzi, a keni ndaj vlerësim, ndaj hulumtim pak ma të prekshëm? Po, ka vlerësime, mirë po jo numra të saktë. Gjithsesi këto është në rëndësi me përmend që shpesh herë ne prej dëshirës spekulojmë numra cilët nuk janë. Jemi ma dorëshlirë pak. Jemi shumë dorëshlirë edhe është pak wishful thinking kjo puna e numrave sa jemi. Në bazë të censusit fundit, vlerësimi është që janë diku rreth 600.000 kosovarë që jetojnë jashtë, të cilët I takojnë praktikisht gjeneratës parë, ose njerëzve që kanë emigru vetë. Mirë po jo edhe pasardhësve të tyre, jo edhe fëmijëve të tyre, nipërve të tyre. Vlerësimi është që në total prej Kosovës janë afër 1 milion. Duke përfshirë edhe gjeneratën e dytë, në disa raste edhe të tretë. Pastaj si shqiptarë jemi më shumë, po aty duhet me I marrë parasysh disa numra të tjerë, sepse njerëzit prej Shqipërisë kanë emigruar në vende tjera për dallim prej njerëzve prej Kosovës. Përderisa prej Shqipërisë emigrimi më I madh është në Greqi, Itali, edhe Shtetet e Bashkuara, prej Kosovës është kryesisht në vende gjermanofolse si Zvicra, Gjermania, Austria, pastaj edhe Britania e Madhe, edhe vendet skandinave deri në një farë pike. Po më e rëndësishme se sa jemi, unë mendoj që është
se kush jemi edhe çka bojmë. Edhe këtu shpeshherë vihet më pak theksi. Shumë më rëndësishme se a jemi 1 milion, është më rëndësi se brenda çatij 1 milioni, çfarë potenciali ka, çfarë profile njerëzish ka, ku janë vendosur, ku janë të lidhur, në çfarë rrjete, në çfarë shtete, në çfarë organizata. Sepse duke e vënë theksin tek profilet ose te përmbajtja e këtij komuniteti, atëherë ne mundemi me kriju lidhje më të qëndrueshme edhe me i angazhu ata në zhvillimin edhe shtetëndërtimin e Kosovës. E tash, shteti, nëse ka Ministri Diasporës, nëse tenton në aspektin e deklarimit politik diasporën ta përfshi sa ma shumë, nëse lehtazi e identifikojmë si faktor vendimtar në zgjedhje, krejt këto janë faktet të cilat do duheshin me ilustru një gjendje ku diaspora është faktor i rëndësishëm edhe e ka kushtimisht me thonë hisën që i takon në zhvillimet në shtet. Po në anën tjetër, përveç kësaj hise ka në prona, në kryesisht patundshmëri, po edhe ndo biznise tjera, a është realisht pasqyre drejt kjo që ja bojmë në media, apo ka gjëra cilat neve na ikin në radar, ose nuk dojmë i raportu, ose s'kemi kondicion, ose s'kemi njerëz, ose burime, ose vetë diaspora s'do në mu ekspozu në ashta për të projekte që i krynë Kosovë. Qysh është portretizimin publik? Po, unë mendoj që portretizimin publik nuk është edhe aq i sakt, për me thonë, zbuti. Për shkak se shpesh herë, ose në shumë të në raste dhe theksi vihet të aspekte politike, ose ekskluzivitete që i bojnë lajmet të na. Edhe shumica për këtyre raste janë raste të personave jashtë të cilët nuk kanë shumë dallim prej neve brenda. Në anën tjetër, qasja e qeverisë dhe institucioneve ka qenë shumicën e rasteve sipërfaqësore. Sipërfaqësore për shkak se tendenca ka qenë që me përfitu politikisht prej diasporës. Edhe duke tentu me përfitu politikisht ka shqiptyne, çdo iniciativë, duke përfshi edhe ministri, është bërë në një lloj mënyre me kriju kontakte me disa njerëz të cilët janë të zëshëm atje. E problemi kryesor nuk është me i arrit njerëzit të cilët janë zëshëm dhe duken vazhdimisht, po me mrritë ata njerëz të cilët shumë vështirë është me i gjetë. Për shkak se ata nuk janë të angazhuar me komunitetet tona. Na i quajmë unusual suspects, këta njerëz. E këta zakonisht i takojnë brezit dytë, të lindun në shumicën e rasteve jashtë, të integruar mirë atje, të shkolluar atje, shumë mirë të rrjetëzuar me rrjetet profesionale, organizata, institucione atje. Mirë, po ata kanë shumë pak kohë me u marrë me neve në Kosovë. Ndërkohë që pjesat cilët mirën me neve në Kosovë, janë njerëzit që nuk janë shumë të integruar në shoqërinë ku jetojnë. E na zakonisht i shohim vetëm këta, e nuk e shohim atë potencialin e jashtëzakonshëm që nuk duket sipërfaqe. Por normalisht në media, unë nuk i vë faj mediave se edhe nuk kanë shumë resurse me investu në kërkim të këtyre njerëzve, edhe në anën tjetër edhe qasja e institucioneve nuk është e tillë që me i targetu këta që nuk duken sipërfaqe. Kështu që edhe media dhe refleksion i qasjes institucionale me një lloj mënyre. Në anën tjetër, ka një dallim thelbësor jo të diaspora e Kosovës, po të mënyra që është bëhet politika në Amerikë dhe në Evropë. Lobimi në Amerikë është shumë ma i institucionalizuar, shumë ma i pranuar, dihet cilat dyr i qelë cila sasi e pareve, edhe ajo s'perceptuot asi korrupsion, asi kiamet, asi diçka e pa drejt ose jashtëzakonshme. Në anën tjetër në Evropë shkohet me do mekanizma shumë ma periferik, shumë ma të zërshëm, e shumë ma zërë dhe matët fuqia. Në Amerikë fuqinë e matë sa pare jenë gjendje mi mobilizu për njerin ose për fushatën e caktume, po besoj pajtohesh, qysh matët fuqia e diasporës kosovare në Evropë. Mi matë me numër profesorave të kimis,
atë pronarëve të kompanive ndërtimtarisë, atë pronarëve të restoraneve, a ka ndonjë metodë tjetër që neve na garanton që dikush megjithatë është në gjendje me shty diçka nëse i prekim kushtimisht me thonë pullat e duhura. Ka dallim shumë të madh Amerika me Evropën. Në Evropë ndoshta numrat kryesorë janë të biznesit të ekonomisë. Për shembull në Zvicër vlerësohet që janë 1000 milioner me origjinë shqiptare. 1000 milioner. Ndërkohë që në Gjermani vlerësohet që janë mbi 10.000 biznese me pronar me origjinë shqiptare, kryesisht prej Kosovës. Mirë, po në anën tjetër mungon aktiviteti ose integrimi në punë publike politike. Për shkak se një pjesë e madhe e tyre as nuk marrin pjesë në zgjedhje. Një pjesë e madhe e kosovarëve në Gjermani dhe në Zvicër, ma shumë janë të prirur me votu në Kosovë se sa në vendet ku jetojnë. E kjo ja u zbeh masane komplet atë kapitalin edhe ndikimin që e kanë arrit me kriju përmes ekonomisë dhe biznesit. Pra e kam thu ti, nëse je milioner, shtetit ku vepron i intereson veç ai pagun tatimet, Fiks. po nëse nuk je i përfshirë në aktivitetet atij shteti, nuk të ecë fjala. Është E vërtet. Edhe kjo është edhe për shkak të ndryshimit të kulturës midis Evropës dhe Amerikës. Në Amerikë, nëse je milioner, ke peshë edhe politike. Po. Mirë, po në Amerikë, diaspora jonë përveç domethënë arritjeve ekonomike dhe biznesore, është edhe konstituent, voton, ka ndikim politik. Edhe prandaj është më e fuqishme politikisht se sa diaspora e Evropës. Edhe për shkak të një tradite më të gjatë në Amerikë, domethënë aktivitetet e shqiptarëve aty kanë 100 vite histori. Po hezitojnë me financu fushata, me financu politikan direkt, me hi. Edhe për shkak të sistemit edhe të kulturës, ka shumë ambicie me ndiku politikisht. Sepse ndikimi politik në kupton edhe ndikim ekonomik. Gjë që nuk ndodh në Evropë, sidomos jo në Zvicër edhe në Gjermani. Ky është dallimi, domethënë. Në Evropë akoma nuk është integru diaspora jonë mjaftueshëm që me qenë politikisht e rëndësishme, jo vetëm ekonomikisht. Nëse të kisha pyet në bazë përvojës tënde, a i zhdosh në aspektin strategjik me luftu ma shumë me e integru diasporën e Gjermanisë në Gjermani, apo me tentu me fuqizu edhe ma shumë rolin e tyne në Kosovë? Po tash, me ato që... Për me qenë unë e korrekt, mos me qi ty në pozitë keqe, këto gjëra nuk e përjashtoj njëra tjetër, komparasysh, nuk janë mutually exclusive. Po, nëse duhet me dhonë prioritet diçkaje, Kosova përfiton ma shumë për një diaspore që në minhen seriozisht, ka ndikim të madh, apo për një diaspore që për minheni bjen seriozisht pare të madhe të na. Po, është të dyjat, mirë po, na kemi shumë pak mundësi me investu në integrimin e të në atje. Për shkak se kjo duhet me ndodhë mëna shtetit edhe shoqërisë gjermane në këtë rast. Na nuk kemi resurse, resurset i kemi shumë kufizume për me i sjell ata këtu, e lere me ndiku që ata me ju integru aty ku janë të jetu. Edhe prej perspektivës tonë e rëndësishme gjithmonë është me i majt ata të lidhur me Kosovën. Mirë, por në anën tjetër dojmë me kuptu që sot një kosovar ose një person me origjinë prej Kosovës mundet me qenë shumë ma i vlefshëm në Berlin se sa në Prishtinë. Qysh mundet me qenë ma i vlefshëm në Berlin? Ka gjenerata të reja të cilat janë shumë mirë të integrume edhe në për tash sfundmi edhe në për organizata institucione gjermane. Dikush që punon në Bundestagun gjerman mundet me kriju lidhje për politikan edhe barës të institucioneve në Kosovë shumë ma shumë se sa që kish mujt me i bot duke jetu në Prishtinë. E ngjashëm ndodh edhe në fushën e ekonomisë dhe biznesit. Dhe me thënë, sot, në një botë globale, për shkak teknologjisë, informacioni mo nuk është diçka luks, gjithkush ka qasë informacion. Çka ka vlerë sot, e diaspora ku e merr rëndësinë e vet është rrjedhimi, lidhjet. E na kemi fatin që kemi njerëz në vendet më të zhvilluara të Evropës edhe të botës, në Amerikën Veriore. Mirë po, duhet me kuptu që nuk mjafton veç me majt komunikim me ta. Duhet me kriju edhe me mbajt lidhje, sepse lidhjet sot shtetet investojnë me i kriju këto lidhje. Na e kemi fatin që i kemi pa e gjujt as një cent në një farë mënyre.
E sfida jonë është qysh me i mirëmbajt këtë lidhje, qysh me i shfrytëzu që me qelë dyrë për Kosovën, me qelë dyrë për institucione, për biznese, për organizata e kështu me radhë. E mira është që diaspora jonë është shumë e lidhur me vendin, jo vetëm emocionalisht, po është e lidhur edhe në kuptimin e dëshirës për me kontribu. Mirë, po shpeshherë kjo dëshira për me kontribu nuk kapitalizohet në punë konkrete. E arsyeja pse ndodh kjo është sepse nuk ka mekanizma të mirëfillt ose struktura të mirëfillta që i mirëmbajnë. A funksionoi diçka për ty në kohëve të fundit? Është planifikuar një emitim i letrave me vlerë veç për diasporë, është planifikuar një farë fondi i garantimit kredive me theks për diasporën, një strategji qysh me ardh paret e diasporës, një tentim për me riorientu ato që shihet si investimi huj direkt në Kosovë, që kryesisht është përmi 2/3 dikun thojnë që janë diaspora të ble patundshmëritë na, apo kanë me veç deklaratat politikanëve? Janë disa nisma, po shumica janë ad hoc. Nuk janë nisma janë të menume, janë strategjike. Nuk janë strategjike. Ato bonët e diasporës janë emetuar për Ministrisë Financave para disa viteve vetëm një herë, me një fushat informuese një mujore, edhe me një lloj prezantimi se do të shkonim për pakën për një këmbje ekonomike. Që kaq është informacioni për bonët. Pastaj edhe kjo drejtarja për investime që i garanton kredi, është nismë mirë, po është shumë e vogël. Në anën tjetër, ti ke sektor që funksionojnë shumë mirë kur nuk ndërhyjnë politika. Për shembull, eksporti i prodhimeve prej sektorit për punimin e drurit, në 10 vitet e fundit është rrit 10 fish. Edhe eksporti është kryesisht në vendet ku diaspora jonë është shumë e madhe. E njëjta vlen edhe për sektorin e tikut, teknologjisë, informacionit. Të dy këto sektor janë rrit sepse nuk ka pas asnjë lloj ndërhyrje institucionale. Domethënë, ajo s'ka qenë arsyeja, po janë rrit pa mbështetje, pa vizion, pa strategji. E institucionet tona kanë kriju disa nisma ad hoc, pa e analizu gjendjen të rëndë. S'ke nevojë me kriju mekanizma të reja në sektor që s'janë produktiv. Vetëm shikoj ato që funksionojnë edhe mbështet. Që po supozoj që institucionet kanë dështu, a e ka dikush, organizata ju, rrjeti bizneseve shqiptare, e di që janë disa rrjete në diasporë, që pesa ka od ekonomike të Kosovës, od ekonomike gjermane, od ekonomike amerikane, zdi izraelite, tjere, britanike, qashtu. A e ka dikush një 2 tabela të Excelit, një tabel të Excelit ku shkruan bizniset që janë ka funksionojnë mirë në Kosovë, kuptimin e sektorëve, edhe një tabel të Excelit që janë sektoret e bizniseve ku shqiptarët janë pronar në diasporë edhe bashkëpunojnë, se nëse konkurrojnë njëna tjetrën, po ja fus këtë. Nëse ka shumë parë ndërtimtari në Kosovë dhe shumë parë ndërtimtari në Gjermani, zërë që i bjen ata këtu, po nëse ka diçka që atje është mire, këtu të na ka hapsin, nuk e di, a 2 Excelat i ka janë? Po janë, na si organizat edhe odat që i përmende, gjitha kanë informacione konkrete për secilën fush, me cilën merren ato. Mirë po nevojitet dikush që i koordinon gjitha këto informata, i mbledh gjitha këto informata, edhe ndërton strategji afatgjate, sepse na e bojmë punën tonë, po ndikimi jonë është i kufizuar. Resurset tona janë jashtëzakonisht më të vogla se sa të ministrisë. Ajo e kuptueshme, mirë, po nëse po ja fos kot mu më teket me qel një biznes, pse nuk e di, ma kalon gjyshi një tokë që është një burim i ujë dika dhe du me shit ujë, mbujtë ti mi marrë një 3 adresat të dikujt që mundet me ma importu që ato. Qika se thjesht është kjo punë. Ka informacion. Dikun është. Ka informacion, gjitha këto organizata që i përmende dhe na kemi informata të mjaftueshme që e tregojnë pasqyrën e qartë çka po funksionon, ku është potenciali edhe ku mundet me u investu. Informatat ekzistojnë, edhe pse janë të shkapërderdhura pak fragmentume. Gjithsesi ekzistojnë, mirë, por çka po mungon është një strategji afatgjate, e cila i identifikon potencialet edhe vendos masa ose intervenime për me punu në to me një plan afatgjat, jo me një ndërhyrje ad hoc, sigur ajo me bonët e diasporës për shembull. Në çështjet
teorike, me shumë lehtësi unë i dëgjoj njerëzit të folë për një farë modeli irlandez, mas nej një farë modeli izraelit, garant ka një model armenian digun, s'po besoj që ka model skandinav, sa ata s'kan nevoj me importu paret e diasporës, po çka janë çto modele? E para, e dyta, pse ka nevoj mu copy-paste një model, e treta, nëse kemi ministria, s'kemi strategji, ana duhet në model, lehtësia me cilën përmendet është e madhe, a s'kom pa shumë njerëz që hinë në detaj me i shpjegu. E vërtet, ka shumë modele, dhe përveç atyre që i përmende, janë edhe disa të tjera si ajo indiane, për shembull, ose pakistaneze, kohëve të fundit, për shkak të numrit madh diasporës që e kanë. Gjitha këto modele janë interesante më marrë për bazë, mirë po nuk zgjidhet puna veç pse na e kemi importu një projekt ose një strategji ose një model funksional. Çka duhemi me pas parasysh, edhe këtu është problemi për shembull edhe me institucione, Ministria e Diasporës një herë, pastaj Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, tash po flitet për një agjenci në zyrën e kryeministrit. Gjitha këto janë mekanizma të cilat nuk funksionojnë nëse qasja e qeverisë nuk është e duhur. Diaspora nuk është dikaster që e mbulon një ministri. Është çështje cross-sektoriale. Sakt. Diaspora angazhohet edhe në ekonomi, edhe në shëndetësi, edhe në arsim. Duhet vetëm një mekanizëm koordinues i krejt punëve. Ministria është hap i mirë nëse ajo mundet me e bëni gjatë tillë, po na jemi dëshmitarë që ministria s'ka arrit në një farë suksesi të madh dhe të prekshëm. Tash, modele tjera, për shembull modeli armen, fillimisht nisën prej një premise të caktuar, e kini potencial të madh jashtë vendit. Edhe ky potencial, siç e thash më herët, i ka këto karakteristika, këtë profil, edhe ti synon me angazhu në këto pika. Irlandezët, për shembull, pas krizës madhe ekonomike 2008-s, e për cilës kanë vujt shumë, është një nga vendet më të prekuna, e kuptuan që mënyra ndoshta më e lehtë, më efektive për me pas një rikëmbje ekonomike, është me pas influks të madh të njerëzve që shpenzojnë. E ky influks i madh i njerëzve, kush ma shumë se sa vetë irlandezët mundën me e bëu. Edhe ka qenë një projekt që është shembull global tash, në vitin 2012 dhe 2013, quhej The Gathering. Ideja ka qenë një lloj thirrje prej qeverisë dhe krejt shoqënisë. Për krejt irlandezët, kudo që janë botë, me vizitu Irlandën brenda vitit paktën një herë. Edhe sado që është duk ambicioz në fillim, një projekt i tillë ose një program i tillë ka arrit me i sjell 10 milion irlandez që nuk jetojnë në Irlandë, me origjinë irlandeze. E ai 10 milionësh ka pas një ndikim ose një infuzion ekonomik të jashtëzakonshëm që e ka ndihmuar Irlandën me rrimë këmbë pas krizës së 2008, 2009, 2010. Pastaj shembuj tjerë si Izraeli ose Armenia janë nivele akoma më të sofistikuara. Edhe mirë po te çështja e angazhimit edhe modeleve duhet me kuptu që janë disa shkallë të angazhimit të diasporës. E kthimi ose ardhja fizike është më e larta. E na synojmë më një herë me mbriq ato. Para se me mbriq shkallën më të lartë të angazhimit, na duhemi me kriju një lloj hapësire ose një lloj infrastrukture ku fillimisht njerëzit vinë si turist, fillimisht njerëzit vinë si bashk investitor ose promovues të sektorëve të ndryshëm, ose si connector, si lidhës të ekosistemeve lokale me ato jashtë, e tek masi ti kanë kalu gjitha këto faza, mas ne mundesh me folë për këthim, ose ardhje fizike. E na synojmë me kalu te niveli i tretë, ose më i lartë i angazhimit, pa i kalu këto nivelet e para. Ajo është pak e paarritshme dhe absurde me synu. Po, nashta edhe që kjo i çdo është ndryshe mu formulu në Ballkan për ma shumë se një dekad flitet me të madhe për këto që i thojnë brain drain, ikjen e trurit. Dhe në Kosovë nuk është vrejt shumë, derisa s'ka pas liberalizim të vizave,
është duk që e kemi popullatën e re, vitale, aktive, në kontroll, potenciali është këtu e tjerë, tash edhe ajo ka fillu të ndryshoj. Po tash në Ballkan është ka flitet për brain circulation, njerëzit nuk po presin që ti kthehesh, po presin që nëse e ki bleni banes këtu, ose e ki bleni pronë me tentu me vnun qarkullim ato që edhe me ecë ekonomia lokale, pak edhe ty me ardhë ma shpesh se so veç si turist, eventualisht me kriju najfar biznisi me dikon lokal, po më duket që është ma e lehtë mu bo, po s'di a ka shembuj që dëshmojnë. Po, kjo ndryshimi i terminologjisë nënkupton që ja kemi nisë me kuptu që qysh funksionojnë sa. Po, truni nuk ik, po qarkullën. Prej brain gain, mo nuk flitet për brain gain, po flitet për brain circulation, se kemi kuptu që brain gain është diçka shumë e madhe dhe na s'kemi kapacitet me mri. Se ti je tu eftu dikon me u kthy, me kontribu për problemet cilat ato e kanë largu për këtij veni. Edhe kjo është një farë paradoksi i llojit vet. Te brain drain në Kosovë s'është ndjeja shumë deri para pandemisë. Pas pandemisë ka elemente gjalla të brain drain në sektorin e shëndetësisë. Do të thonë sot në masë të madhe janë duke u largu profesionistë shëndetësor, infermier, e besa dhe mjek. E në këtë sektor na kemi shumë pak mundësi me bo diçka, sepse fuqitë europiane si Gjermania kanë kriju lehtësira aq të mëdha sa që dikush edhe pa e ditë gjuhën mundet me shku në Gjermani me gjetë punë në sektorin e shëndetësisë. Në rajon, Shqipëria e ka brain drainin më të madh prej gjitha vendeve, edhe ajo në sektorin e shëndetësisë, por edhe në disa sektor tjerë që lidhen me inxhinierinë, arkitekturën e kështu me radhë. Mirë po, brain draini është shumë shqetësues në sektorin e shërbimeve edhe në sektorin e shëndetësisë, sepse kalkulimi është që për me kriju një mjek, të vynë 200.000 euro investim. Nëse 200.000 euro investim lokal, të ikin në Gjermani, ti jo vetëm që duhen edhe 200.000 tjera me zavencu ato, po të vynë edhe një kohë shumë e madhe për me e bo një gjatë tjera. E këtu nuk është duke u bo diçka konkrete. Edhe është rrezik i madh sepse nëse vazhdon ky trend, ne kemi me pas krizë dhe problem me shëndetësinë, s'kemi me pas njerëz. Mirë po në anën tjetër ka shtete që edhe në rajon ja kanë nisë me negociu për shembull me Gjermaninë ose me vende tjera në Evropë që me kriju programe të brain circulation, sidomos në fushën e shëndetësisë. Duke e pa rrezikun që trendi në 10 vitet e ardhshme mundet me i bo spitalet me i zbraz, me kërkesa ka shi Gjermani që ajo me investu në brain circulation, sepse është e vërtet që Gjermania e merr një mjek 200.000 euro investim pa investu asnjë cent to. Edhe në një lloj mënyre e ka një lloj obligimi moral ka shi shoqënive cilave pja u merr këto resurse. E na duhet me qenë kërkues ka shi Gjermanisë edhe Evropës në këtë drejtim, që ata me investu në brain circulation. Jo na, sepse na po investojmë në mjek që përshkojnë atje. Dy tema janë në minutat e fundit, po e para po më imponohet si pyetje që ndërlidhet direkt me këto që e the për shkak se e kuptoj me shumë të drejtë shqetësimin për ikjen e mjekëve personelit shëndetësor. Po ka flisje në kry merr Elon Musk, i cili në Davos tha që nuk ja vlen më me shku në shkollë mjekësisë, se për 3 vjet ka me marru robota që janë më të mirë se sa krejt kirurgt e krejt klinikave në krejt botën, që i bjen që AI qysh është i dobishëm për ne, ka me qenë i dobishëm edhe për gjermant edhe për krejt. Ai çdosht nuk e di, nashta me fillu mos me e pasi rrezik zhvillimin teknologjik, po me e pasi mundësi të njëjtin të njëjtën platformë të AI-t, të njëjtin rrjet social, të njëjtin internet të kemrama e kemi edhe na dhe ata, veç që çdo është me integru ma mirë ose me tentu me qëllim për e zgjas, nëse një me eloni e ka mirë, si ja vlen me shku në shkollë të mjekësisë, mo krejt prind kosovar kanë mu shgënyu shumë, edhe krejt pritshmënit që i kanë pasën fëmijë, po del që kanë gabim, me tentu me vete e jojnë, ku me i orientu fëmijët, çfarë profile na vijnë eventualisht, çfarë profile me këthuj për i diasporës, ose me i sjell këtu, me i qarkullu, se me i këthuj u morën vesh që s'bën. Po, normalisht, unë mendoj që duhemi me pas si mundësi, normalisht edhe zhvillimi teknologjik, po edhe AI-n,
Mirë po, zhvillimi teknologjik të na më rrinë shumë ma vonë se sa të vendet e zhvillume. Nëse Elon Musk arrin me kriju robot kirurg, që hynë funksion në Amerikë pas 3-4 viteve, na do me lirish në llogarit që në Kosovë ata vinë mas 20 viteve. Edhe është një gap i madh kohor, cilën na do me mbulu me fuqi njerëzore. Që i vjen që mos me qu dorë për fakultetit mjekësisë edhe në dit. Edhe në dit jo. Po përveç kësaj, na kemi ekonomi që është e bazuar në shërbime. Ekonomia e bazuar në shërbime lyp shumë krah pune, e ka intensitet lartë punës. Edhe kjo zaventësohet shumë ma ngadal prej teknologjisë. Edhe në këtë drejtim na duhemi me pa qysh me i zaventësu njerëzit që po na ikin me njerëz të tjerë. E jo me robota. E jo me robota, edhe për shkak se është shumë vështirë me absorbu teknologjinë. Duhet me pas njerëz që punojnë edhe me teknologjinë. Duhet me pas rrym mas pari. Që është temën vetë e fundit krejt, nuk po du me të fnum pozit keqe edhe me të kërku emnat përveçëm. Po i përmeni unë do emnat përveçëm me ti mu ilustro ma modelin e dikujt suksesshëm të diasporës që qoftë kosovari mesatar këtu me e kopju, qoftë dikush që është jashtë e ka dilema. Do më thonë nëse në letër, Begjet Paculli ka qenë presidenti i shtetit, i patëm 2 ministra të diasporës, dorën zemër edhe Paculli edhe ata 2 ministra s'kan bo gati kur gjë heq. Po kjo është vlerësimi imi. Kemi pas politikanë që kthehen e shkojnë e bojnë letë është me folë për Dua Lipën, ashta letë është me folë për you name it, kondush në reprezentacion të futbollit. Kush i shdosh me qena, i shdosh mu dok si dikush për sportistëve tonë, si dikush për artistëve, si dikush për ishtu në biznismenve që na nuk i njohim hiq, po i kanë milionat qysh si mas teje do këtë profili si dikush i shdosh me aspiru. Po ka shembuj suksesit edhe modele në secilën fushë. Për shembull në Amerikë e ki disa të ri shqiptar, cilët janë duke i mrri maja në teknologji. Mo i me i përmen edhe emra. Për shembull, Premtim Gjombalaj është djali një imigranti shqiptar prej Malit Zi, i cili është fut në Forbes 30 under 30 moshën 27 vjeçare, edhe ka mrri me ngrit investime mbi $20 milion në atë moshë. Sot e ka njënën për bizneseve ma inovative në Amerikë për Ghost Kitchen, i ofron shërbime dhe hoteleve ma të mëdhaja, zinxhireve të hoteleve në Amerikë. Njëni prej tyre. Tjetër është në Gjermani për shembull, është një autore e re, Jehon Kicaj, e cila është fut në mesin e 5 shkrimtarëve më të mirë në gjithë Gjermani në vitin 2025. Që është një arritje e jashtëzakonshme. Edhe ajo nuk ka nevojë, e mira e këtyre rasteve është se ata s'ka nevojë me tregu që janë prej Kosovës ose shqiptar. Sakt. Sepse emri ju tregon atë. Me një startup 20 milion shhecti, edhe nëse je Gjermania ka demografi që edhe matuti lexon libra, nëse je në top 5 që atje je mirë, sakt. Pastaj ki kompani tjera si Code Labs ose Solaborate. Për shembull, Solaborate është Labinot Bytyshi, ajo është në bazë në Los Angeles. Ai ka mri me kriju një kamerë cilën e përdorin për telemedicin një pjesë e madhe e spitaleve në Amerikë. Edhe shumicën e punëtorëve i ka në Prishtinë. E ka një Prishtinë me 200 punëtorë. Edhe ki shembuj të tillë pafund. Në ndërkohë në Amerikë ki edhe raste të politikanëve suksesshëm. Po. Ta shkallën gjenerat e re, e cila është shumë aktive, është një shoqat për shembull që gradualisht po e zaventson ish këshillin kombëtar shqiptar amerikan viteve 90-ta, Albanians for America. Janë disa tri shqiptar janë edhe aktiv edhe në politik, mirë kanë arrit me e kriju një organizatë që lobon. Madje ajo kohëve të fundit ka qenë shumë aktive edhe në raport me Kosovën edhe Shqipërinë. Në Zvicër ki shefin e kardiokirurgjisë së një prej spitaleve ma të mira në Zvicër, i cili është shqiptar prej Kosovës. Mos e përmenda numrin e biznesmenëve milioner. Disa prej kompanive shumë të suksesshme në Zvicër, siç është Lika për shembull. Lika është një prej ndoshta 10 kompanive më të mëdha në fushën e ndërtimit në gjithë Zvicrën. E Zvicra në fushën e ndërtimit është high-end industri. Po. Për ka kualiteti, për ka sasia.
Masnej në Gjermani e ki disa vlezër që janë nga Ferizaj, s'po më kujtohet emri këtu, janë duke investu tash edhe këtu, vlezit Vicha, Okej. e ka një kompani që quhet Abru, edhe ajo është e specializuar në shkatërim të ndërtesave. Është kompania më e madhe për shkatërim të ndërtesave në landin e Nordrhein-Westfalia, që i ka 18 milion banor. Edhe janë gjitha këto raste të cilat na dëgjojmë shumë pak për to. Mirë po janë ajo fytyra jonë e re në Evropë dhe në botë. Edhe ma mirë se ata që na përfaqësojnë, nuk na përfaqësojnë shpesh as ambasador zyrtar që i kemi. Në ato s'dyshoj. Pra, nëse kemi projektus, ndërtus, edhe shkatrus, i bjen që mundësi pas kemi sot dush, veç nevojitet qose konstruktive me i promovu, edhe pse jo për tyne me përfitu. Faleminderit shumë për pjesëmarrjen e emision edhe për dobër shembujve që i paraqitëm. Faleminderit lart, mështi. Shikues të nderuar, katrori yt do t'jetë shans, do t'jetë katror për tema tjera, edhe qose konstruktive në to edhe javën e ardhshme. Këtu e përfundojmë këtë epizod të dytin. Mirupafshim.